në parim, po e përsëris, ndalimi I teknologjisë nuk është se na bën neve si Kosovë. Dhe këto nuk e shoh në kuptimin e asaj që na s'kena mundësi me përdor internetin, po në kuptimin e sigurisë së vendit, duke pas parasysh ato që përmenda më herët, mungesën e domenit zyrtar në Kosovë dhe mundësisë së jashtëzakonshme të ofruesve të shërbimeve të internetit nga vendet fqinje që një prej tyre është armiku jo. Prandaj në këtë aspekt unë jam shumë skeptike të jap një përgjigje se duhet apo nuk duhet, sepse qytetari është I prirur që atë dëshirën dhe atë rutinën që e ka kriju në përdorimin e rrjeteve sociale, ta kërkoj një zgjidhje dika tjetër, dhe shumë lehtë e merr një provider, është ofrues shërbimeve shqip, nga shteti fqinj, e që aty dy herë pastaj rrezikon veten e vet. Tani, këtë po e them vetëm në parim, se si mund të trajtohet kjo, unë mendoj që ka zgjidhje dhe duhet të bëhet një analizë. Sa I përket moshës, ne jemi përballë me TikTokun si kompanie dhe ne kemi arrit si agjenci në komunikimet tona me përfaqësues të TikTokut që moshën nga 13 që e ka pas TikToku në Kosovë të bëhet 16. Po tash a ka mundësi në Kosovë që qytetarët dhe fëmijët e Kosovës të përdorin përsëri këta ofrues të shërbimeve të vendeve fqinje, edhe përsëri në moshën 16, domethënë të veprojnë dhe të hapin llogari, po ekziston. Dhe ky është realiteti. Prandaj në çdo vendim kaq të madh që mund të atakoj, mund të ketë, si me thonë, ndikim në përditshmërinë e njerëzve, edhe të rinjve, duhet të bëhet një analizë thukst. Apo bëjmë mirë pse po e ndalim, apo bëjmë keq, apo cili është një mes I artë I cili do të mund të jetë I përshtatshëm pa rreziku fëmijët tanë. Me to, po ashtu kemi edhe të mesindënësve që nuk e kuptojnë punës tonë të rend, do të rit e kanë një farë të kemi pas afër 23 që kanë pas të ndëndim, mrena 2-3 jave, do të me punu me print, sepse do të është diçka jashtë mësoj që me të vërtet na po bojmë si tritun. Tash tash agjencia kjo është besoj që natyrisht nuk është edhe ligjëruar nga jashtë, pra sa me përvojë për të ndarë për të shkruajmë atje jashtë në secilin event, besoj që secila duhet patjetër për ta keq përdorur në të ardhmen, madje ka edhe organizata merr pjesë në një event të tillë. Kosovës, gazetare, dhe ishta mund të vijë se pjesa që bënet pyetje në lidhje me... Po, më falë që po marrë edhe një fjalën.